Përgatitjet i përfunduan e u bën gati për të nisur. Në Nurën e Fshajt, tash e 4 vite 2 arsimtarët e edukatës fizike nga Gjakova kanë nisur një iniciativë që bën nga pasioni i tyre. Unë dhe arsimtari Kasim Sylla është viti i 4 me radhë që vi me paddleboard e në Dri, kryesisht në kanjonin e Drinit, edhe tu pa që ka interesim për njerëzve shumë. Atëherë kemi fillu mi marrë një iniciativë që në të ardhmen me shëqu ose me formu një OJQ për rekreacion e sport, turizm ose me hapë si biznes individual për të njëjtën qëllim. Iliri na tregoi për kapacitetet që kanë aktualisht, si dhe për interesimin e madh nga qytetarët për këto dy aktivitete. Kemi 8 paddleboard edhe 3 kajaka që janë për 2 persona të rritur dhe për një fëmijë. Po ka interesim të madh, sidomos edhe për paddleboard është bukur shumë. Interesimi i madh. Sporti i kajakut dhe i paddleboardit janë aktivitetet të cilat realizohen në ujëra që në vendin ton kanë filluar viteve të fundit. Në komunën ton, ky sport preferohet dita ditës, kjo fal aktiviteteve dhe idesë së Ilir Bytyqit duke u pëlqyer nga qytetarët dhe turistët.